Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahun xhalla shanuhu falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Dëshmoj se Allahu xhalla shanuhu është Zoti vetëm, i cili meriton adhurimin, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe salamet e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, jemi në komentin e hadithit 32, të cilin e transmeton Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: la darar wala dirar, që në gjuhën shqipe ka disa kuptime, por do ta përktheja pastaj, do ta komentojmë, do ta përktheja: nuk lejohet ti bësh dëm vetes tane e as të tjerëve. Kjo është një përkthim, domethënë një prej kuptimeve të hadithit, cilin do ta shtjellojmë më gjerësisht. Ky hadith është i shënuar tek Ibn Majah, tek Daruqutniu, tek Darimiu, te Imam Maliku, pra në librat e tyre, e në shumë libra tjera, por me mbledhjen e rrugëve dhe zinxhirëve të këtij transmetimi, hadithi arrin gradën e mirë, gradën hasan. Gradën e mirë, pra është një prej haditheve jo të gradës sahih. Grada sahih është më e lartë, kurse grada hasan është më e ulët se sa ajo sahih. Pra ky hadith flet për dëmin në përgjithësi. Ka dhe hadithe tjera të cilat flasin, po ashtu edhe ajete rreth kësaj pike. Megjithatë, masi ky imam ky dietar e ka zgjedh këtë hadith, neve këtë do ta komentojmë duke mos u marrë me komentet e haditheve tjera, për arsye se tema jonë është pra rreth damit, rreth zararit. Fjala darar edhe shqip përdoret zarar. Darar arabisht, zarar shqip. Mos mi bë zarar kërkuj. La darara wala dirar. Dietarët kanë dhënë disa komente rreth kuptimit bukfal të këtij hadithi. Unë përktheva: nuk ka dëm, nuk lejohet dëmi për vete, as nuk lejohet për të tjerët. Prej këtyre mendimeve, domethënë, që i kanë cek dietarët rreth përkthimit kështu të këtij hadithi, kanë thonë edhe këtë. Kanë thënë fjala darar edhe dirar ai ka një kuptim. Dy herë, sipas këtij mendimit të parë, dy herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend: mos bëni dëm. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, disa dietarë kanë thënë: mos i bëni zarar, kuptimi i dytë, vetes juaj, por as mos i bëni zarar të tjerëve. Dëm mos i bëni as vetes as tjerëve. Nuk lejohet mi bë kërkuj. Kuptimi i tretë, kanë thënë dietarët, kështu e kanë përkthyer: dëmi në islam është i ndaluar si dëm. Veç menja me çku ka dëmi, vet folja dhe vepra, kjo vepër penale është e ndaluar. Por edhe, pra le që ketë ndaluar në origjinë, por edhe ketë ndaluar të veprosh ndonjëherë. Edhe vepra, edhe kjo vepër, domethënë kjo folje ose ky emër është i ndaluar. Si ta veprosh, si ta mendosh, është i ndaluar. Disa të tjerë kanë thënë se kjo është për qëllim mos i bën dëm kërkuj, as atëherë kur ti ke dobi prej dëmit që ja bën atij, po mos i bën dëm as atëherë kur ti nuk ke dobi tu i bën dëm atij. Ndoshta po jam i qartë. Domethënë, ka raste kur dikush i bën tjetrit dëm pse përfiton nga dëmi që ja bën atij tjetrit. Po ka raste kur nuk përfiton asgjë ai prej asaj vepre, megjithatë i bën dëm tjetrit. Apo ti bën, pse është i lindur me bën dëm. I thuti mirë, ja bënën një dëm filanit, shembull ta marr, ja çet komën edhe erzon, një verbër ose një diçka. Edhe ai qesh. Edhe ti thu çfarë përfitove prej kësaj, asgjë. Por është i lindur me bë keq. Si përfitove, si s'përfitove nga ai dëm që ja bën tjetrit, në islam dëmi është i ndaluar. Ti bësh njerëzve dëm është e ndaluar. Andaj, këto janë disa kuptime. Mirë,
tash lind pyetja, hoxh, cili është kuptimi më i saktë, ose cili është kuptimi i saktë? Neve themi, a pat diçka këtu të pasakt? Krejt kënë sakta. Krejt format e dëmit janë të ndalume. Si vepra, vepra penale si dëm, në vetë është të ndalume, por edhe ta qesësh në praktikat dëm, kundër tjetrit është të ndalume. Është ndaluar dëmi. Atëherë kur përfiton ti prej atij dëmi që a bën tjetrit, por është ndaluar edhe atëherë kur ti nuk përfiton prej atij dëmit, kërshi tjetrit. Është ndaluar edhe një gjë tjetër, shumë më rëndësi. Është ndaluar ti bësh dëm tjetrit, por është ndaluar ti bësh dëm edhe vetës. Shiko Islami sa larg feja jon ka shku, edhe sa precize ka cek çështjen e ruajtjes së vetvetes tane, ruajtjes së shoqënisë. Fjala darar, që tham zarar, dëm, është përmend kështu si emër. S'ban mi bë dëm askujt. Është përmende përgjithshme. Çfarë do lloj dëmi që ti apo që mund ti shkaktosh edhe ti kanosë tjetrit, çfarë do lloj, i vogël i madh, ai është i ndaluar. Dëmi me të gjitha llojet e tij. Nuk ka thënë profeja islame, është ndaluar me tjetrin veç me myt. Mi bë dëm çka me myt. Po mirë, me rraf s'ka gajle. Ose ai tjetri thot, qohet edhe babën e rrej shkelma. I kanë thonë, hoxha i thot, pse po rrej babën shkelma? S'po të vjen turp, jo, hoxh, po është e lejuar me rrej babën shkelma. Pse tha? Tha hoxh, na kemi ni për juve se babës veç dorë s'ban mi vu. Me dorë me rrej, me shkelma s'ka gale. Ju si keni përmend që edhe me shkelma ndaluar me rrej. Veç me dorë s'ban me rrej. Jo, as me dorë, as me kam, as me gojë, as me sy, as me vesh, me asgjë. Andaj, dëmi me të gjitha format e tij. Po ashtu kemi ndarjen e dëmit edhe në forma tjera, lloj tjetër i ndarjes. Si? Nuk lejohet ti bësh tjetrit dëm në veten e tij, në fizikun e tij, fizikun e tij. Nuk lejohet ti bësh në shpirtin e tij. Nuk lejohet ti bësh tjetrit dëm në nderin e tij. Kur themi nder, është për qëllim personaliteti i tij, sedra e tij. Fjala sedër do të thonë personalitet, nder. Nuk lejohet ta nënçmosh. Ti krijosh do të thonë dame me shpifje. Të shpifësh diçka kundër tij, kjo është ndaluar. Është ndaluar ti bësh dëm në pasuninë e tij. Mja prek mexhen, mja marr pasurinë, mja vjedh të hollat, e tjerë. Është ndaluar që ta prekësh në jetën e tij dhe të familjes tij. Është ndaluar ta prekësh në fenë e tij. Çdo lloj dëmi, çdo lloj fjale, çdo lloj vepre, çdo lloj sjellje, çdo lloj lëvizje e jotja që mund t'i shkaktoj tjetrit dëm është ndaluar. Këto dallimi mes muslimanëve, edhe atyre që janë muslimanë, të cilët thonë neve kemi të drejtat tona me bë çka të dojmë. Ja. Në Islam njeriu ka drejt çka me bë. Çka do. Çka do mund me bë muslimani, përderisa prej veprave të tija, prej lëvizjeve të tija nuk ka dëm tjetri. Në momentin që tjetri ka dëm, ty të ndalohet. Po është drejtë e jamja me gjujt me gur. Është drejtë e jotja me gjujt me gur, por është ndaluar që të gjush gur në atë drejtim që jam shën kokat i tjetrit. Siç këta po e ceki qëllimisht nga se pat asim mashtrimet të perëndimorëve në kohën kur i bën disa karikaturat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa vizatime Allahu i mallkoft dhe i thafta të duar, të cilat përqeshen pejgamberin më dashnin e Allahu xhalleshan Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe kur dolën disa musliman me deklarata dhe disa shoqata dhe dietar të mëdhaj të umetit për t'i ndaluar këto vizatime në përhapjen e tyre në për gazeta, revista, ata dolën dhe u arsyetuan, kjo është lirie të shprehurit. Nuk ka lirie të shprehurit. Atëherë i bjen lirie të shprehurit dhe lirie e lëvizjes dhe lirie e vizatimit edhe shimit, çka me marr ti disa gur dhe me dalë në për qytet edhe me i thuj xhamat e shitoreve. Thosh lirie e lëvizjes, un po lëvizi, po gjuj gur. Kjo liria jamja. Nuk ka liria jotja se ose merr makinën edhe vozit 200 orë edhe kush i dal përpara e shkel, thotë kjo është e drejtë jamja me shkel gazin sa du. Ja.
se ti po i bën tjetrit dëm përmes asaj vepre. Kjo është ndaluar. Ti ki drejtat e tua deri në atë kufi sa nuk i bën dëm të tjerëve. Por është ndaluar domosdoshmë në Islam dëmi edhe për veten tonë, si për veten tonë. Nderuar besimtar. Në Islam njeri nuk ka të drejtë me bën çka doje me veten e vet. Qysh çka doje me veten? Vetja jame. Unë s'kam drejt çka du me bën. Unë jam njeri që kam rregulla. Kush mi ka vënë rregullat? Mi ka vënë Zoti. Unë nuk kam drejt ta përdori alkoolin. Unë nuk kam drejt ta përdori drogën. Unë nuk kam drejt ta mbys veten. Pse? Se unë kam këtë trup amanet. Përgjegjësi. Amanet im është. Dhe nuk kam drejt të bëj zarar asgjë. Shpirtin unë kam amanet. Pra në Islam, ndryshe, nuk lejohet që dikush të ngritet edhe në mes dhomës të bije vetës vetë me grushta. Do në mira, me grushta me e ba zë ftyrën e ti. Edhe tjetëri shkan edhe kur ta ndalë, thot, mos më si msha vetës a i qatët, qka kitët ti? A ty për dhem, a mu për më dhem? A mu është të më dhimt aty? Ne i themi ati, jo, ty e të dhimt. Po me gjithat edhe pse për dhem ty, ti nuk i drejt me rah vetën tane. Pse se ti zban mi bo zarar as vetë vetës tane. Se shpirtin edhe trupin e ki amanet, përgjithsi. Nuk ki drejt me dëmtu, po a jami, jo nuk e yti, është i Zotit. Vetë vetja jote është prone Allahut. është prone Zotit. Zotit ty të ka kriju, të ka falë, të merë kur dënd, të ka lind, të rrit, të jep frimarje, jetë, shëndet, gjitha këto. Andaj nuk lejot mi bë dëm as vetës tonë në Islam. Kështu Allahu Gjelleshanu ka përmendë, më thonë, në disa vende, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëmin se është i ndaluar në Islam të bëhet këtu do t'i bëjmë edhe dy ndarje tjera të dëmit, të cekëm do më disa ndarje. Njëra është prej tyre, nuk lejohet në Islam sa është lloji i parë i dëmit me i bën tjetrit dëm pa të drejtë. Veç u ka tek me e dëmtua dhe e dëmton. Kjo e ndalume. Mirë. Lloji tjetër me i bën tjetrit dëm me të drejtë. Me të drejtë. A lejohet apo jo? Dietarët e kanë ndarë në dy grupe. Këtë bërje keq tjetrit, mi bë keq tjetrit, kur jenë hak. Ki drejt mi bë keq. A është e lejuar apo jo? Kanë thënë dietarët, shkurtimisht domethënë, duhet shiku. A mund t'i ikish ati dëmi edhe të shpëtosh nga i dëm, nga tjetri, pa i bë dëm, apo je i detyruar t'i bësh dëm për ta shpëtu veten tënde. Nëse mund të ikish, shembull ta marr, dikush të ka ofendu, edhe ka tepruar që në ofendim, sa nuk ka mbet tjetër mes teje dhe ti vetëm deri tek kacafytja. Nëse mundesh me ik nga kjo kacafytje, për mësë me shkaktu dëm, ik. Por nëse ka raste kur të rosh me i bë dëm edhe s'mundesh me ik, ta bjen punën aja sisoje. Kur janë këto lloje të dëmit? Nëse ka hyrë në shtëpi me të vjedh, nëse ka hyrë në shtëpi me të prek në nder, nëse ta ka drejtu armën, nëse je në betejë, në luftë. Këto raste janë në të cilat njeriu nuk ka mundësi mos me shpreh, si me thonë agresivitetin, kështu po e quaj unë, domethënë edhe mos më umbrojt kundër armikut. Transmetohet nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, djali i Omerit, se kur kishan duke fjet një natë në dhomën e vet, kish hyrë një hajn me vjedh në shtëpinë e tij. Edhe Abdullahu e dëgjon edhe i turret. Çohet edhe me njek, me zon, me myt. E kapni një mjet të fortë, drum apo hekur, diçka të tillë, që s'm kujtohet se çka ka qenë, edhe don me mbyt. Edhe njek rrugëve. Njerëzit habiten, thot çka, thot nëse nxon të ta mbys. Pse? Ka hyrë aty ku nuk ban më me hy. Se kur ta kalon ai murin e shtëpisë, fshehur azi, nuk e din a ka hyrë me vjedh, a me prek nder, a me mbyt. Ai cili e kalon murin ai
çdo gjë është e mundur prej tij. Prandaj në Islam domethënë lejohet që ta mbysësh. Nuk po flas me ligjet e kësaj kohe, me ligjet e këtyre njerëzve, me ligjet e prishtat kësaj ku gjithmonë këtu ai i cili dëmtohet apet e han. Ai i cili vjedh, ai i cili bën damin apet ka me shpëtu. E myt njerin, shkon 4-5 vjet në burg ose ja prejnë, ja caktojnë burgun 15 vjet, pak me pare, pak me ngjofsie, pak me korrupsion e sen, kur bën 4 vjet ka dalë prej burgut. Neve nuk po hym në ato tema, neve po flasim me Islam. Mranda mureve tua, të cilat ti ke vendosur çdo kush i din se janë tuat dhe nuk ke dëshirë që pa leje me u fut në to, ti ke drejt edhe para Zotit je i pastër nëse ndërmerr diçka kundër ti. Nëse ndërmerr, duke mbrojt pasurinë tënde dhe nderin tënd, edhe nëse vdes ti, të myta i pare, je dëshmor, je shahid të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj duhet të kemi kujdes në të gjitha format, edhe atëherë kur kemi drejt me i bën dëm dikujt, duhet të mundohemi deri në maksimum që t'i largohemi këtij dëmi. Nëse nuk ka mundësi me ik, s'ki mundësi kur qësh me ik, s'ki mundësi kur qësh me u shmang, atëherë je i detyruar çka? Me marrë në qafë ose me të marrë në qafë. Tjetre. Porse, në maksimum besimtari duhet ketë kujdes, mës t'i bëj dëm askujt. Ky dietar në këtë libër, i ka cek disa lloje të dëmeve. Ka cek disa shembuj nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkurtimisht do t'i përmendim për ta bërë temën domethënë sa më të dobishme inshallah taala dhe më të përgjithshme. E para që ka cek thot është dëmi që mund t'ja shkaktoj krye familjare, antarëve të tij të familjes apo fëmijëve, pasardhësve të tij dhe trashëgimtarëve të tij në trashëgimi. Trashëgimi në Islam, pasuria derisa baba është gjallë, nana e gjallë është pasuni e babës. Me vdekjen e tij, pasuria pastaj i ndahet e vladve edhe pasardhësve trashëgimtarëve të tij, domethënë, vllazën e fëmijë çka i ka. Baba, ose i zoti asaj pasunie, ka të drejt të shkruaj një testament, një letër, në të cilën aty i shënon ai se kujden me alon një pjesë të pasurisë. Ka drejt me alon. Mas shumti që lejohet me lon, është 1/3 pasurisë. Nëse i ke 100 euro, s'ki asgjë tjetër, veç 100. Ty të lejohet 33 euro, mas shumti, me ilon testament, të tjerat nuk ki drejt që ti me ilon, si me thonë, amanet, jep janë krejt që të pasunin teme xhamis, ta marrë shambull. Jo, s'ki drejt, po xhamis mirë është, edhe psa mirë, duhet trashëgimtarë me ilon. E ka raste, kur personat të cilët kanë pasuri, edhe ju ka arë qasti vdekjes lën testament, këtë 1/3 e pasurisë, njerëzve që nuk janë antarë të familjes, njerëz që nuk kanë të bëjnë me, nuk ja u sheh hajrin askush. Ja lën aty një djalit shokut vet, atje njerë ka pa, ja ka marrë mend dyqysh me fjalë me muhabet atje në fund të vendit ose fund dunjas. 2/3 ja u lën pasardhësve të vet, ku aty duhet bën vakin 20 pjesë me ndaçet pasuri, ky e merr 1/3 pa djerës, pa mund, pa kur gjë. Veç pse për inati thos du m'ja lënë të mive, du m'ja lënë të hujit. Kjo është zarar. Kjo është zarar, nuk ban. Transmetohet nga njëri nga sahabët radhiyallahu anhu, i cili i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në smundje, ka qenë smund duke vdek, i thot ja Rasulullah, po du me lënë testament, do të thonë me dhënë për izat Zotit kret pasunin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ndalan. I thot atëherë gjysën e pasurisë, thot jo, sa i ka pas veç vajza. Thot qka? Thot 1/3, thot 1/3 dhe 1/3 bile shumë. Thot ma mirë leja fëmijëve tu, vajzat e tua me pas pasuni të babës, trashëgu më shumë ma se vapë se sa me shtri dorën e tyre, edhe me këqyrë kush për ju? Për ju ndihman. Andaj, të kjo trashëgimia, dhe më thonë, të klanja testament, duhet me pas kujdes që njeriu mos me bën zarar familjes vet, antarëve,
dhe të familjes duke mos ia dhënë hakun e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warith. Këtu konkretizon një pikë tjetër, thot Allahu çdo antarit familjes ja ka lënë të drejtën e vet në trashëgimi, në pasuninë tone. Ti si bab, kjo tash po dalim te pika tjetër. Ti si bab nuk ki drejt, domethënë nuk është fair, nuk ka mirë që me marr pasuninë, trashëgimin tonë mos më dhon djemve të tjerë po veç njëonit. Pse po e don më shumë? Jo, ti duhesh me nda, ani atë pjesën tonë sa ki drejt ti, një tretën mundesh me ia dhon. Me veçu dikan. Po me thonë, a diçka, kret kjo pasunia jam është namën tam, shkon edhe çat gesht ose në nënshkruan, veç këti kur gjatë hynë të tjerë s'py jap. Ja. Po ata jashtë spëmgojnë jashtë rrugës Zotit, pa marrë parasysh përderisa janë musliman. Edhe nuk kanë dalë kështu si më thonë prej fesë, se qafiri s'ka drejt me trashëgu muslimanin, por se përderisa nuk kanë dalë prej fesë, ti nuk ban me adhon veç njëonit pasuninë e tjerëve, jo. Por duhet me nda, një tretën mundesh me da me adhon njëonit kujdan, ama kret me jalon njëonit e tjerëve asgjë, kjo nuk ban. Po ashtu ndodhin ka raste keq kuptime kur një fëmijë dahet, një djalë dahet, është martu edhe ndahet. Baba i thot, ti mas je da nuk ka për ty kur gja. Asa gjallë as mas dekis nuk i japin vllazit pastaj kur gja ti. Kjo e ndalume. Sa është gjallë, nuk po kontestoj, mundet me majt, baba mi thonë diçka, sa jam gjallë, unë pasunia jamja. Qysh ke lyp, mu da rri ku dush, ban çka dush. Nëse dan janë nda një dhomë ose një shtëpi, por tokën ato pasunin nuk janë nda. Por në momentin që ai vdes, të gjithë vëllezërit kanë hisë të njëjtë në atë pasuri. Pra nuk ban me i bë zarar asnjënit. Po kjo do për para, ajo tjetër është pasaj. Nëse pas ka gabu, nëse ka bë diçka shambull kundër rregullave të familjes e kumi diçka, ajo ka mëkatin e vet. Ti mos hyn gjuna me ta. Drejtën e vet jepja. Ai gjunojnë e vetë le ta mban për vete. Pastaj, që mos të zgjeromin këtë temë, domthon, pika tjetër është mos me bë zarar në kurorëzim, në martesë. Si zarar në martesë? Famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu bih. Allahu xhalla shanu po këshillon në surën Bekara, thot mbani gratë juaja ashtu që shë kërkon feja, ashtu që shë lyp Zoti, pa zarar, pa dam. Gruaja merret për grua. Gruaja nuk merret për çka se ka falë Allahu. Më thonë, edhe thot majeni ashtu si duhet. Mos i mbani duke i bërë zarar atyne. Në kohën para Islamit, përmendet se njerëzit i kanë marrë gratë dhe i kanë lëshu sër kanë dasht, i kanë kthy sër kanë dasht. Kështu, ka dasht mi bë zarar grus. E ka lëshu atë, ka thonë, shka te baba vet. S'kum lëshu, po shka. Zguzan e ka prap fjalën, zguzan kërkush me marrë grus se është e jamja. Se kum lëshu, 3 vjet e kalon te baba. Mas 3 vjet ju ka te ka shku ka marrë një natë, 2, apo te ka çu te baba 3 vjet e kalon. Kënina tjetrën e ka marr. Tjetrën e ka marr. Po ata s'ka guxu kush me marr prej tij se e ka vraj. Ose kanë pas afat saktum. Çka? 4 muaj edhe dit. 4 muaj shka te babam kur jam bë 4 muaj para se mas 4 muaj pi dal mo po prishet kurora, ka shku një 2-3 ditë para 4 muaj e ka marr hacka. E ka prunë shpejt, ka marr 3-4 ditë një javë për mu prish ajo. Masën e apet e ka lëshu, edhe 4 muaj e kalon, e ka majt që thëmë në të varën. As se ka lëshu, as se ka marë. Islami e ka ndalu këtë zarar. Në kemi edhe sot kësi raste, ku i ka thonë shko të baba vetë, as nuk e merë, as nuk e manë, as nuk e lëshën. Islami ka ardhë dhe ka thonë, a di qka? الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Shkurorëzimi 2 herë ndodh. 2 herë mundesh me gabu. Për streti s'ka më kthim prapa. Në Islam e ke lëshu gruan,
Mranda 4 muaje, nëse nuk e kthen, sa më ajotja. Mranda 4 muaje ki drejt me kthy një herë. Mirë, apo tu përlave me gru, e lëshove për s'dyti. Mranda 4 muaje, i kera pishman ki drejt me kthy. Me bo me lëshu për streti, mo as mranda 4 muaje, as 40 dite, as 40 vjetë, as 400 vjetë, s'ki drejt ma me kthy atë grua. 2 herë bol lujte me ta. Por nëse mranda 4 muaje, nuk e kthen, e kelon 4 muaj, se ke kthy, atëra e shkurorzohet, vetë jo. Edhe pse më për herë të parë e ke lëshu. Por 2 herë ki drejt me kthy, nëse pas ke gabuj ke rapishman, për streti mos ki drejt me kthy. Përveç, nëse ajo martohet diku tjetër, jeton me një burr tjetër, 1 muaj, 2, 1 vjet, 2, ai burri e lëshon ose vdes, pastaj ti me një qah të ri, me martes të re, si pe fillimit, me shku me qumësit, ki drejt mu martu nëse pranon. Po unë nuk e di mo, a ka qasi grua që kthehet dhe njerë ma të qaj burr. Allahu ala, po nuk besoj. Pra nuk bën me i ba zarar, në këtë raste, edhe e ka caktu Islami 2 herë për streti mo nuk të kthehet, ose e kalon ata fatin e pritjes, prandaj edhe gruaja në Islam, nëse shkurorzohet, disa dit nuk ka drejt mu martu. Pa i kaluaj, aja fati, ku mos pi bjen pishman burri, për me kthy. Nëse i kalon ato dit e pritjes, të i detit pritjes, atër mo nuk ka drejt burri me kthy. Nuk ka drejt burri mo me kthy. Gjithashtu, është tjetra, ka raste kur, prej zarari, karshi grave, ka raste kur disa burra janë betu, se nuk do t'i afrohen bashkëshortes, thot, e ose i thot, vallahi, ti e si nana jame, ti e si motra jame, ti e si qika jame. Ose thot, unë nuk do t'afrohem. Këto shprehje japin me kuptu se njeri ashtu si që nuk i afrohet nanës vet, nuk do t'i afrohet edhe asaj. Edhe, ka drejt 4 muaj e 10 dit. Mos me ju afru mas 4 muaj e 10 dit e ka 2 zgjidhje. 2 zgjedhje, njënën prej tyre duhet ta bëj. Ose të zgjedh shkurorzimin me atë grua, ose t'i afrohet bashkëshortes. Më thonë, njënën prej këtyre dyjave duhet pa tjetër ta bëj. E njëjtë është edhe nëse është në gurbet. Nëse është në gurbet, dietarët kanë vuni limit kohë të caktuar sa ka drejt burri me nejt në gurbet partë e bashkëshortja ati, për mos me i bën zarar. Edhe kanë cek, disa uleman kanë thonë 6 muaj, e disa kanë thonë 4 muaj. Sido që tjetë, nuk është e lejuar në Islam të mirët gruaja, aq më tepër që ka ndodhur në vendet tona pak më herët, kur ishmi nën pushtimin e shkaut, ku djemë të ri fejoheshin, apo edhe martoheshin, mas një ave 2 shkonin në azil, emigrant, në perëndim, edhe qëndronin 7-8 vite, 10 vite pa u kthy. Nusja priste të shtëpia. Kjo është haram. Dhe vetë ajo është shkurorzim. Po mirë, a shkurorzohet direkt apo jo? Kështu ulemat kanë thonë. Nëse, ku tham të bashkëshortja, nëse i thot ti e si nana ime për mu, a i mrena ati afati, ose duhet më u pendu, si me thonë me kthyat atë betim prap, me i ra pishman, me u pendu të Allah, ose duhet me lëshu bashkëshorten. Nëse është në gurbet, ose kalon të vjerur, o feju me ta s'don mu martu, kanë kalu 7 vjetë s'po martohet. Pret që thojmë na në fejes ose nën unaz, kanë ejt vajza disa vite, hansat pi ban leta në perëndim, ose hansat, ose është veç e fejume ose e martume. Kjo është zarar për ta. Edhe këtu kanë dhënë disa alternativa ulemat. Sa duhet me prit? Thash 4 deri në 6 muaj. Imam Maliku ka thonë 2 vjet. Përmi 2 vjet s'ban me prit. As e fejumja, po as e martumja. Burrin s'ban me prit. Po çka me bë? Dikush ka thonë prej dietarëve, duhet vetë lëshohet ajo nuse, shkurorzohet. Ajo fejuma ose ajo nuse e martume? Vetë shkurorzohet. Disa kanë thonë jo,
nuk shkurorzohet, por mlidhen që thojmë na, burrat edhe bëjnë muhabet. Çka puna ti, apo vjen as po vjen. Edhe pritet kjo mesele, apo ajo. Disa tjerë kanë thonë duhet me shku te gjykatë si Islam, në shtet, vlla, me bë ankesë. Baba i çikës, ose vetë çika me bë ankesë me thonë çka u bën puna jeme, dhe gjykatësi i shtetit islam e shkurorzon pa e vetë burrin hiç. Po unë s'po du me shkurorzu, pret edhe një 2-3 muaj se gati i bona letrat me një gjermank. Ja, s'ka. Ja merre, ja s'ka, ja hajde te gruaja. Ani ti shkapet, po hajde një natë 2-3 një javë, shat ki mundësi pastaj shka. Kjo do të thonë një prej dëmeve të cilat i kanë përmend dietarët në këtë pikë. Gjithashtu e kanë cekë edhe tek rritja fëmijut dhe gjithënia. Jemi të folë domethënë për damet që ka i bëjnë disa burra, domethënë grave të veta që në Islam janë ndalume. E kanë cekë punën e gjithënies ose rritjes. E marrë i ka lind fëmijë edhe i thot gruas ti s'ki drejt me rritas me prek. Edhe shkon e çon tani me parë e rrit fëmijën e vet, me të holla. Ose i merr shërbëtore, ajo jep qumësht, ajo ushqen, ajo e rrit, ajo përkund, ose e çon atje e rrit në përqerdhe, nona vet këtu mërzitet për evladin e vet që se ka afër vetit saj, ose që si jep qumësht prej gjirit saj. Edhe kjo është ndaluar me bë dëm. Mi bë dëm, do të thot gruas njeriu me durët e veta. Pse ai është fëmia i saj, edhe asaj i çon zemra dhe i kallët zemra për fëmijën e vet, me rrit fëmijën e vet. Jo me quti në përqerdhe caktuar me fjet atje me rrit ata, me thonë diçka, mos më prish gjumin natën as mua as ty, kur ti bën 4 vjet shkojmë me marrim. Edhe s'dan më nimo për ta. Humba jo dashnia pastaj për evladin. Nana është e kallur për fëmijën e vet. Nana mërzitet për fëmijën e vet, nuk e është më e kënaqur nëse rrin ton natën të e ushqyë dhe të e përkund fëmijën e vet pa gjumë, sesa me elon fëmijën poshtë lart me rrit gratë e tjera, ajo me fjet rahat, se në fakt ajo nuk mund me fjet kur e ka fëmijën larg. Andaj nuk bën me i bën zarar burri gruas në këtë formë. Këtu kanë përmend dietarët edhe disa lloje të dameve. Kanë thonë ka raste kur njeriu don me bë një punë vetën, ka drejt me bë atë punë. Edhe po duke bë atë punë, tjetrit i bën dëm pa dashje. Si tham pa dashje. Ai nuk e ka synim me i bën dëm tjetrit, por ja që dëmtohet tjetri. Ta marrim si shembull. E kall një zjarr në borkë. Edhe ti mi shkon kujshive, po është e nalë, djathë e majtët. A ka drejt ajo me kall këtë zjarr? Lop të lëshon. Jo qel dherën, lop edhe i lëshon. Atje dama po bën në fushë, në mal. A ka drejt ajo me lëshu lopën? Kanë nda dietarët në 2 grupe kryesore këtë pikë. Kanë thonë, nëse vepra që ti e bën, ti ki drejt me kall zjarr në barr. Drejt e jote është. Tu të me pas tu parasysh kanë thonë. Nëse nga rrethonat që të rrethojnë, ty kushtet që të rrethojnë, kuptohet se nuk i bën dëm tjerëve, ti ki drejt me bën një vepër të tillë. Ti ki drejt me i udh bërllogët, po jo aty ku rrethonat japin me kuptu se ti i bën dëm tjerëve. Këtu edhe është një pikë e rëndësishme. Për shembull, dimrit hudhja borës në asfalt, në rrugë. Akullin, e mbledh akullin me të madh në formë të gurit, edhe qet në rrugë. Ai ka drejt me pastru oborrin, por nuk ka drejt me i bën dëm tjerëve, se logjikisht ajo nuk është ty u shkrinj, veç është ty bën dëm. A në raste kur veç është dielli duke rrezu, uji po shkon rrugës, edhe në momentin që hudh borën, veç ajo është shkrinjet, atëherë s'ka problem. Por nëse rrethonat japin me kuptu se do të dëmtohen kalimtarët, e ki të ndalume. Po qysh, po edhe ti djaj, nëse ti thu mëse hudh për këtë borë, thot po edhe ti djaj hudhe. Po unë kur e hudha, ajo shkrije në qast, kurse ti po e hudh si gurt fort. Andaj domethënë ka dallim
e hudhnja prej të hudhnës. Në çfarë kohe dhe logjikisht a do t'i bën dëm tjetrit ajo. Tjetri ka zjarr. Dhe e ka mund megje të kojshisë. Kojshia ka ne sanën e vet. Edhe është duke fryera, edhe ky kalla si zjarri që bahën gacat. Tash në këtë rast çka themi ne? A është e lejume? Apo jo, nuk është e lejume. Pse? Po ky bash aty ku ka shku që edhe afër megjes, edhe anena është dami i komshijut, edhe era është duke fryrë edhe të gjitha mundësit logjike janë për mi bë dëm tjetër. Ti nuk bën me bë, po unë në bortamin bëj çka du. Po, logjikisht shkaqet janë që me dëmtu tjetrën andaj t'je ki ndalume. Por, nëse nuk ka dëm nga ajo punë që e bën ti, atëherë ty të lejohet me bë. Logjikisht nuk kuptohet shembull edhe zni zjarr dhe nuk ka aty parë asgjë për të dëmtu, ty të lejohet me edhe zjarrin. A nëse ndodh rastësisht me u dëmtu gabimisht tjetri, shembull me shku era asaj flake atij timit, era e keqe pak ka komshiu, ti se ke bë plan se do të bëhet ashtu, atëherë ti nuk ke ndonjë mëkat përderisa nuk e ke bë me qëllim. Gjithashtu është ndaluar në Islam që tjetret me i pengu, me janë ndalu duke i bën dëm me të mirat e Allahut. Ulemat e kanë ndalu, domethënë s'është e lejuar në Islam të tjerë mos milan me marr ujë, me marr zjarr, me marr gjëra tjera që janë dobi të njerëzimit, të kretëve. Është ujë në burim, ose po dën me kalu ujësjellë si ka u borë yt, po e lidhë me këtë kohë. Ose është atje një burim edhe ka ara jote vjen ujë të poshtë, rrethit arës, edhe ky kojshia poshtë, dën me marë, ti mi thonë jo, se unë të kalu në për arë teme, ujë është i jeme. Ty s'talan. Zban me ndalu. Po nuk ban me ndalu as, bazun këtë, që e tham, me ndalu as ujësjellësin me të kalu në për barë. Normal. Jo edhe ju sjellë se ty me ta prish shtëpinë ose planin e familjes edhe të shtëpisë, por se me një mirë kuptim mes teje edhe atij tjetrit, me lon edhe ai me kalu dikun me përfitu. Jo me thonë, s'ka, në për shtëpita me s'ka, dhe i tash s'ka forma tjera dhe detyrohet me dal pe atij venit me ik, veç ka kyet pse se lejove me marr ujë, se pa ujë nuk jetohet. Këto janë mirësitë e Zotit që ka dhënë Allahu njerëzimit. Nuk bën ti më ndalu vetë pse po kalon ka o borë jote ose ka ara jote. Ose me i thonë, kjo është ujë po buran në megjet arës teme, mos hajde ti me mush këtu atje në arë, se veç unë kam drejt këtu. Ja, pse sa është ty o derdh. Ja ti ki me shfrytzu, ja unë kam me marë, ja kam me shku këtë. Nëse mus po ma jep me mush, një gotë shambull, a i kam u derdh, kam me shku poshtë, pse unë mos të marë? Pse, ajo mirësi e Zotit? Pse ajo ka dal nga Allahu Gjeleshanu dhe nga toka. Dhe përmendet një rast i cili ka ndodhi sakt, i ndëgjuar nga një hoxh i Shqipërisë, thotë se kanë qenë dy vëllezër, njëri ka pas arën më nalt, tjetri më poshtë. Edhe burimi i ujit ka dalë në krye të arës nalt. Rast i sakt, domethënë, hoxha është gjallë hala. Edhe thotë kur e ka ujit ky arën e vet, i pari, ka dash me marr vllau i dyti, apo komshi kanë qenë. Thot, ky ka thonë mos e merr. Uji është të dalë. Në krye të arës teme ti s'ki drejt me marrë të lejoj. Ky shkon në kohë të hoxha. Edhe ja çon hoxhën me i bari gja. Që leja ujin njerit se në të shku dam uji. Ti e ke kry punën me arën tane, leja tjetrit. A i thot jo për inati. Edhe hoxha i lutët, Allah thot, o zët, qysh po band me në madhë, me rob të tu, largoja këtë mirësi. Edhe kur qonë nesër mëngjes, Allahu Gjeleshanu e ka ndalë ujin aty, edhe ka fillu me buru uji në kryet arës këtij tjetrit. Është gjallë, hoxha nuk është i vjetër, 30 e sa vjeçar, s'është hiç më i vjetër. Edhe uji, domon njerëzit janë, domethënë dihet se kush janë, unë me emra nuk i di ata, por i din ai hoxha që e ka tregu këtë rast.
Pra Allahu xhaleshanu ta merr këtë nimet, pse po i bën zarar tjetrit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith thotë, kërkush mos ta ndaloj komshiun e tij me e shfrytzu murin e vet nga ana tjetër. Ti do të thonë nëse ke vendosur një mur, komshiu ka drejt ta shfrytëzoj murin, ka shtëpia e tij, ka drejt të vendosë një gozhd, ka drejt të vendosë një tel për të rendit, domthon rrobat që të thahen, e tjerë e tjerë. Përveç kanë thënë ulemat, nga ajo vendosja mund të ketë dëm ai mur, nëse muri shumë i vjetër. Edhe ky duke bën vrima në ta, mund të rrezohet muri, atëherë ki të ndalume. Por nëse muri nuk ka i prishur, ti nuk ki drejt me thonë ti, a di çka? Mos gabon ju afru 20 cm murit tam në borën e vet tani. Guxon me prek, edhe bani diçka, ki punë me mua. Sahabët kur e kanë dëgjuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë habit. Edhe ka thënë Ebu Hurajra, çka po habet no? Tjetri nuk bën me ndalu, domthon përderisa muri nuk prishet, nuk ka dëm. Pra asaj. Vallahi thot, po e tham këtë fjalë dhe po e gjuj mbi supët e juja, ndash jedhnon, ndash gëzano. Ndash ju janë mirë, ndash keq. Gjithashtu s'ban mi bë dëm të tjerëve, as për shembull me hapjen e puseve. Ti e ki megja, tjetri ka bunarin që aty pusin, ti çka? Shkon aty në drejtimin e merr ata inxhinierët, të cilët e matin burimet se ka shkon uji ato damartë e ujit, edhe ai ka aty bunarin, ti shkon edhe e çel që të tak, me anal ati ujin me marr për veti, është haram. Po unë në artane kum çel. Është e vërtet që ke çel në artane. Po nëse ke bë me qëllim që më ja marr bash ati ujin, nuk është bre burrni. Nuk është mirë. Gjithashtu nuk lejohet më ofru shtëpis komshiut. Murit komshiut, edhe me çel ti podrum për shtëpinë tane. Edhe shtëpia është dobët ku e diçka, ti tu e çel podrumin aty shtëpia klub në podrum tane krejt. Edhe i thua diçka, hec heke ma shpejt se mbane dëm, qëre ma mushe podrumin me bërlag. E atje ke pri shpin, ti e bon se be me ja pri shpin. Kjo është ndalume. Kjo është ndalume se jetu i bo dëm tjetrit. Andaj, të gjitha këto gjëra, të gjitha këto forma, do më thonë, të dëmit, i cekëm disa raste, janë të ndaluara, të ndaluara në islam, transmetohet nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, i cili thot, i ka dalë një ditë uji kojshis në ardë vetën, edhe ai me gjaniku i vetë, i ka thonë, ti prej orës teme, a ka mundësi me prunë qështu, ujit të arën tonë, pastaj e bjen në ardë teme, ujin. A i ka thonë jo, se ujin është i jame. Ky ka shku edhe është anku të Omeri, të kryetari muslimanve. Omeri ka thonë, vallahi, kur të kryen punë ti me ujë, nuk guxon me lan me të shku poshtë, dam. Vallahi ki me e kalu në për artë ti, qoftë edhe përmes barkut tanë. Mullat i mushtrin ti mu ban si lub, ujë me kalu në për bark tanin, ti s'ki qare për edhan ati, se së është ytja, e është i Allahut. Ka dalë në tane, ke kry punë ti, jepe o tjerve. Gjithashtu, transmetohet në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri ka pas një kopsht, por kopsht rrethuar. Mrana kopshtit një person tjetër, i dytë, e ka pas një hurmë. Mrana kopshtit këti, pale si e ka bleja, veç atë hurmë e ka pas. Por i zoti i kopshtit ka shku aty me familje, ka nejt aty, ka vjel hurma, ka bërë shërbime tjera të tokës. Edhe ky personi që ka pas atë hurmën, sa herë ka hyrë ka dalë në për tokë, do më thonë në kopsht ati zotrijut, pse thot hurma jam, është ati sunumnal mu me hynë kopshtanin. Ky shkon edhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, thot unë me familje po shkoj aty, edhe e kam të rrethuar kopshtin, kam havale pe ti. Si t'ja bëj punën me ta? E thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë person, edhe i thot, a ka mundësi çat hurm t'ja shesësh këti? Thot jo. A ne ka mundësi që ky me ta dhon ty në skaj të kopshtet, edhe atë murin që ka, me talon ty jashtë murit, që ti çfarë dush me shku te hurma jote, te ai lisi, palma. Thot jo. A ka mundësi pra thot unë me ta blej ty. Unë po ta blej për hatër se jam pejgamber,
mu me mashit. Thot jo. A ne ka mundësi për hir të Allahut me ja fal vllaut tan në xhenet, po të garantoj të Allahu që unë kam mu bon sebeb Zoti me ta dhon në xhenet një hurmë. Thot jo. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtu shihet se e ki për inati tash. S'po don kështu, s'po don ashtu, s'po don ashtu, po don mi bë dam aty në kopshtin e vet. Atëherë thot aty, merret e ky let vjen masanena le ta lyp. Merret e let vjen le ta lyp. Në një transmetim thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja thon tollat. Tak, ndash merrin, ndash laj hurma mos është e jotja. Sepse jash në një vend ku tjetrit i ban dam. Mrena në bar tjetrit. Pare që ka qëlluaj hurma që me qene këti apo e ka ble ose qfar ka bërë. Andaj, nuk lejohet besimtari mi bët dëm as vetës as të tjerve, komshi, musliman, qafir, kush do qëft tjetri, ti nuk ban me i bë dëm, nuk të lejohet me fe. Duhet me i bë mirë për mujtë, pos mujtë me zban me i bë dëm, as në adhurim nuk ban me bë dëm. Vetës tonë me i bë dëm të e adhuru Allahun. Transmetohet në hadith sakt se njëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa një njeri duke shku në haxh në Kam. Po ec në Kam pa hi për ndevë ose diku tjetër. Tha Resulullah sallallahu alajhi wasallam, çka po bën kë? Thot ka bën niyet, nezër për hir të Allahut me shku në haxh në Kam. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla shanuhu thot është i pasur nga mundimi ky që po ja bën vetes vet. Ky pi ban dam vetës vet. Zoti është i pasur. S'ka nevojë Zoti për këtë lodhje kot. Andaj thot, urdhërojeni që le të hyp në kafsh, ndeve. Po ashtu në një transmetim tjetër, inna Allaha la ghaniyun an tadhibi hadha li nafsi. Allah është pasanik nga dami që pja bën ky vetës vet. S'ka nevojë. Andaj në Islam do më thonë nuk ka nevojë mi bë dëm vetës të kinse të adhuru Allahun. Një tjetër rast edhe një njeri po shkojnë ta në rrugës për luftë, një njeri po agjeron edhe po rrin diell. S'po hyn hije. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka puna këtij? Thot ky ka vendos me agjeru, pra me adhuru Allahun përmes Ramazanit, por ka bë be mos më fut në hije. Shkurt me dëmtu vetën e vet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Thuni agjerimin le ta vazhdoj. Ama në hije le të futet. Se Allah nuk ka nevojë ti mi bë dëm vetës. Allahu ta ka bë bërgj agjerimin. Nëse ti mundesh gjithë ditën me najt në hije, edhe me ajër të kondensionuar, me najt në bazan, kom të mflad, bërë një gjë të tillë. Më rëndësi aja agjerimin ta ka obligu, nuk të ka obligu ty me nejt në diell gjithë ditën. Pse se kjo është dëm i vetës tënde. Andaj në fundi, në Islam, adhurimet nuk shpërblen ma shumë pse pe munoj unë vetin pa nevojë. S'ki nevojë me munu. Shembull, a të shkoj në haxh me aeroplan, a të shkoj në Kam. Hoxh mos ka ma shumë se va me shku në Kam. Ja, s'ka. Allahu ta ka lehtësu aeroplanin, ta ka lehtësu makinën, autobusin, shko me autobus, shko me aeroplan. Nuk ki nevojë me munu veten. Në xhami, ta ka dhënë Allahu mundësinë me shku me makinë, shko. Në xhami, mrenda xhamis, ka mundësi me bën ngrohtë, me bën nxehtë. Në dimër. Mos u mërdhi. Po jo ma mirë ma sevap. Ma ftoft. Jo, kjo është dëm me i ba vetës. Ose që otaj në midis dimrit edhe merr avdes me ujë të ftoft, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë me ujë të ftoft. Jo, kjo është dëm i vetvetes tane. Allahu nuk e dën këtë dëm. E vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë me ujë të ftoft. Po çka? Ka marrë në një temperaturë ku e mrin 50 gradëshin. Për ata atje ka qenë ujë i ftoft çka? Freski. Për ty nuk ka freski, për ty o gazep. Ti merr me ujë të nxehtë avdes. Ndaj do të gjitha këto, dami është ndaluar edhe në adhurime. Zban me dëmtu, mu ashtu siç po veprojnë shijat. Domethënë dervisht, e dini se çfarë bëjnë? Marrin e shpojnë trupin veten e vet, kinse po adhurojnë Allahun e dëmtojnë kan. Veten e tyre, e marrin kokat e tyre, shpinat e tyre, gjakosen. Kjo dami vetvetes nuk e ka lyp Zoti. Mjafto me çato çka të ka mjaftu Allahu. Mjafto me aq sa ka lyp Zoti prej teje mos dil prej kufjeve të tij duke i bën dëm vetës tane. Ky pra është një koment mjaft i shkurt
Lusë Allah në zgjallë që të na bëjtë sinqert në fjalët tona që i kem thonë, edhe shpresoj që ta kem kuptuar se në Islam dëmi me të gjitha format, llojet, mënyrat, me të gjithë njerëzit, edhe si në adhurime, si në jetën e përditshme, si me koqishijun, si me muslimanin, si me qafirin, si me vetveten tonë është i ndaluar. Në të gjitha format e tija, pra është i ndaluar dhe inshallah Allah na bën për atyre njerëzve të cilët nuk i bëjnë dëm as vetes, as familjes tyne, as popullit në përgjithësi, inshallah na bën Allah për atyre të cilët të tjerët, edhe vetja jonë, po edhe të tjerët na shohin xhairin, e nuk na shohin sherrin. Lusë Allah të më fal gabimet mua dhe në fund falënderimi i takon Allahu xhalleshanuhu, krijuesit të gjithësisë dhe sunduesit të saj. Wa akhiru dawana anil hamdu lillahi rabbil alamin.